gjë që do thotë që është një shenjë mirë që në këtë vap ju keni pas atë dëshirën e papërballueshme për që këtu në promovimin e kësaj kuide, si mund ta quajmë, që shpërfaq edhe njerë në mënyrë më të plot Sarandën, në emrin e autorit Halil Shabani, miku ton, jo vetëm timin, ju uroj mirëseardhjen, edhe një faleminderit pra që keni pasur energji dhe dëshirën e dukshme që në këtë temperaturë të lartë ju të jeni po aq djem të rinj në kuptimin e pasionit dhe dëshirës për të qenë në këtë promovim. Halil Shabani si gjithmonë jeton midis 2 ose 3 dimensioneve, sepse ka në mend një libër për të shkruar, është duke shkruar një libër dhe është duke nxjerr ose sapo ka nxjerr një libër. Kështu që në këtë pikpamje ai gjithmonë mbetet një ndër historianët dhe personalitetet madje të historiografisë të Sarandës më të respektuar. Këtë e tregon edhe ky libër i radhës që ka nxjerr, i cili është një libër që kush e ka shfletuar deri tani le shumë bresa në kuptimin e informacionit që ofron mbi Sarandën, që gjithmonë, siç kam thënë në një prezencë televizive, ka është deti i trashëgimisë edhe deti i traditës. Tani, unë do të ftoj këtu për të thënë atë fjalën e tij, për të bërë vlerësimet e tij, një tjetër personalitet të qytetit, një njeri që mishëron po aq përplotshëm historinë e këtij qyteti, me shumë aftësi të tij, me shumë pasion të pashuar gjithmonë për të treguar se kush ka qenë dhe kush është Saranda, është profesor Gjorgji Varsili. Hajde profesor, shpirti i statistikave për qytetin, por jo vetëm, edhe shpirti i gjithë historisë qytetare të këtij qyteti. Gjorgji. Faleminderit. Jam i nderuar që ma dhanë fjallën, po për një arsye tjetër që do largohem për pak atje dhe kam disa bitje e kam qfletuar dhe e kam lexuar dhe e kam rilexuar në disa pjesë këtë libër të kolegut ton të Halilit. Më ka rënë rasti që duke punuar dhe në shqipshlojnë edhe me disa, edhe këtu në Sarandë dhe në Gjirokastër, të kaloj disa përvoja lidhur me votimin. Kam mendimin se çdo libër është një risi në jetën e një qyteti që vjen. Ka shumë një lista që thonë jo ky libër s'bën, ka të tjerë, për dion, sidomos në fushën e historisë ka shumë debate, po të jenë të mira, ato janë shumë si të korat e boshme, por problemi shpesh herë është që nisemi nga subjektivizmi. Mendoj se Halili ka sjell një risi, edhe u befasova kur lexova në kopertinë një gujit, edhe mundet të bëra paralelizëm me shumë gujida që janë shumë të domosdoshme, shumë të mira dhe shumë informative për ata që vinë në Sarandë ose edhe në qytetet e tjera, me ato linjat e udhëtimit, me telefona, me atje. Kurse pavarësisht se ajo ishte një gujt në historinë e Sarandës, për mendimin tim. Kjo ishte risia që sjell ky libër. Duke parë disa nga veprat e Halilit që ka shkruar dhe unë kam pasur rastin edhe ndonjë rast i potoj këtu në Shqipëri, shikoj që kontributi i këtij libri është i veçantë. Shumë libra ka libra që lënë gjurmë në histori, në letërsi, në art, në kulturë, në sport, në shkencë atje. Kjo në fushën e shkencës, për mendimin tim, për qytetin e Sarandës është një vlerë jo e shtuar, por shumë e shtuar. Në titull i tash, siç e thash më lartë, më ngacmoi se do të isha ndje, po befasova, sepse të gjithë këtë libër e mbulonte si një vello mendimin shkencor. Nuk ishte për të kaluar, do të marrë vetëm një informacion, po mendim shkencor, i cili është dhënë
mjaft mirë nga mënyra të shkruarit, po dhe nga argumentimi. Pa kaluar masën, për të hyrë në detaje, për si disertacione e këtë me radhë, po për një lexues është jo i bollshëm, po shumë i bollshëm. Gjithmonë për një lexues vëzhgues shumë të mirë. Shtili ishte sintetizues, ishte zgjedhur me kujdes çdo fjalë e tij, i larmishëm dhe tërheqës. Kur një libër shkencor të tërheq, domethënë ajo ka vlera për mendimin tim. Deri sot neve për Saranda kemi disa piketa. Flasim Saranda, në kuptojmë Butreti. Ky është jo vetëm për neve Sarand, po dhe për ata që janë në qytete të tjera. Saranda 40 shenjtorët, Saranda Lekursi, Saranda sinagoga. Dhe duke e parë me këtë sy, mendoj se ky i shmangur atyre gjërave për të cilat është thënë shumë dhe nuk ka dashur që të bëj plagiatur me mendimin e të tjerë. Çfarë ka sjell? Ai ka sjell ato gjëra që në Sarand neve mbas e i kemi parë, i shohim kështu për dita, por nuk e dim që kanë vlera. Edhe një thik e gjetur nga një bari, ai e shton atë pasurinë arkeologjike të Sarandës. Edhe një fragment muri, edhe një terakot, këto ka ditur fikapi dhe të sjelli për publikun që neve kalojmë për dita përballë tyre dhe nuk i bërejmë atje. Pra, ky është një informacion shkencor i ri, i cili nuk ka, unë derisa kam parë deri tash, nuk ka gjetur vend në ato botime që janë bërë qoftë nga ata që studiojnë dhe punojnë dhe jetojnë këtu në Sarand, qoftë nga ata që kanë titull akademik, edhe kanë ata koltukët e akademisë, se të bëjnë plagiatura, bëjnë dhe ka 3-4 botime përsërisin po ato, vetëm që të shiten libra. Mos më këtë do një gjekë shumë. Alili ka shpjallosur me mjeshtri edhe misteret të tjera të Sarandës. Unë kam 60 vjetë sot në Sarand, dhe them drejtën nuk i di ato, por ka bërë një gjë tjetër shumë të mirë. Ai nuk është unë, po ka thënë që edhe këtë zbulime ka bërë një bari, e ka bërë një çoban, i cili ju drejtua atija. Unë nuk e dija për shembull që ka një shpellë kaq të mirë në Limion, me aq bukurira sa e ka përshkruar ai bile edhe në mënyrë letrare, por do t'i bëj edhe drejt, e ka më poshtë. S'kemi një fotografi të saj në botim. S'kemi një fotografi, si që thash edhe ati që i drejtove për artën, tash, pëse bërë në 2 pjesë, pjesën e parë ta bëhet që ta shkosh më mirë, e kupton? Këto janë brenda botimit. Kjo njeriu për shumë nga këta nuk ka shkelur në këto vende, po ky ka pasur një avantazh. Ky nuk ka shkruar me ato që ka lexuar, që patjetër informacioni jepet ai, po ky i ka shkelur vetëm me këmbë. Të gjithë jo vetëm në rrethin e Sarandës, po në rrethet e tjera. Pra ka sjell atë lëngun jetësor. Sigurisht që me shumë mall ai do ta shkruajë dhe shgëzuar kur ka gjetur të çuka e Tojt ose në vende të tjera ka gjetur një fragment që i ka shërbyer për librin e tij. E ka mbledhur se o bleta atë nektar. Se shumë të tjerë mund vinë bëjnë një ekspedit këtu rrinë 15 ditë, marrin sa gjëra dhe ikin. Kurse ai aty është dashur gjatë gjithë kohës në gjitha këto piketa të mbledhi nga këta njerëz të apasionuar të tjerët dhe të vejtë t'i datoj, të shkruaj për to, të kujtë periudhë i përkesin e tjerët. Ato janë probleme të tilla. Mendoj se ky libër nuk i mendojmë neve se kur bëjmë guida i drejtohemi turistëve. Jo, nuk janë vetëm ata. Se shpeshherë turistat që vinë këtu interesojnë shumë për suflaqe se sa për ata. Ka dhe të tjerë. Janë të rrallë ata të cilët vinë me këtë qëllim. Ama vjen një personalitet tjetër, një studius që vjen të në Sarandë, nuk vjen të shikoj atë hotelin, po vjen të shikoj dhe çfarë ka. Ky libër i drejtohet atij dhe ai gjen pikërisht atë informacion. Pra, ky nuk i drejtohet vetëm një turistit të vendit ose të jashtëm, por i drejtohet sidomos masës të njerëzve, dhe sidomos njerëzve që kanë jo vetëm mosha e tretë që tha Ermiri, por që kanë një bagazh dhe një vizion të qartë lidhur me zhvillimin e historisë. Më bëri përshtypje që me guxim
ka folur për ato objekte dhe për ato dukuri për të cilat pluri I Aresës ka bërë punën e tyre. Atë vellon e Aresës, a ishë munduar ta heqi, ta lajë atë objekte të japi një ndryshim të ri. Edhe kjo është prurje e madhe dhe nuk bëhet në mënyrë kështu autodidakte. Ajo do mendim shkencor se mund të bësh sa të duash, mund ta kryesh atë si të thonë një terapot atje, po do bësh dëme, kurse ai këtë tërë histori ka ditur dhe e ka sjell me një vrymë krejtësisht të re dhe shkencore. Mendoj se Alili në fushën e tij të lojës, që do ta quaja këtë për të një figuracion, nuk fluturon për të shkruar thjesht një libër pa qenë ekspert. Unë librat që kam parë, mendoj se janë të gjitha nga përvoja e tija, nga studimet e tija. Nuk ka marrë përsipër dhe këtu që të shkruaj për ato temat të cilat janë mbase dhe të debatueshme, do ta them më poshtë atë, dhe ajo më këtë. Po është një njohës krejtësisht vigjilent, do ta quaja, I trevave që ka shkelur në vendin tonë. Jo vetëm në Sarand, po dhe në vende tjera që ka vajtur. Ka parë me vigjilencë në kuptimin e mirë të fjalës, që mos I shpëtoj një detaj I tillë. Nga librat e parë deri në këtë stacion, Alil ke një rritje. Po ta bënim neve të matematikës me grafik, e ke gjithmonë me koeficient mirë. I shmangur skematizmit, se kuptohet ka shumë, nga kjo vojnë shumë libra, që janë skematike, ka plagiatura, komplet nga autorët e tjerë. I shmangur dhe prozaizmit në tregim, atje, dhe me guxim ka hedhur mendimin dhe gjykimin e tija, duke debatuar, mendoj unë, për ato njohuri edhe me emra të njohur të kësaj fushe. Po jo sepse ka thënë ai se ka titullin profesor doktor dhe është e vërtetë. Aq më shumë që nuk është e bardha po e zezë që e shikojmë. Tu bëhet fjalë për data, për objekte që janë me shekuj, me ndryshim largësi nga neve, dhe secili ka mendimin e tij. Po e ka thënë njëri, po nëse ka argumente të tjera sot që e hedhin poshtë atë, ai ka dhënë me atë. Bile mendoj se ka ruajtur një etik shumë të mirë, që në këtë debat ai nuk thyen asnjë. Këto janë mendimet e mia. Ky është konteksti I gjithë librit. Këto janë si e shikon ai atje. Mund të ketë gabime. Patjetër, ata që janë specialista mund të debatojnë, mund të bien atë. Ama kur e shikon që kjo datë ndryshon, është e vërtetë. Mendoj se ngrehina e këtij libri, domethënë se është një puna e një si thua ndërtese, kjo ngrehinë është shumë solide. Ai ka vendosur disa shtylla që e ka ngritur këtë libër. Këto shtyllat janë solide, nuk bie poshtë atje. Do një mendim kështu, pastaj për votimin do ta jepi ata. Këto ishin përgjithësi për mendimet e mia pasi kam lexuar këtë libër dhe meritat e tij. Ka një kombinim tash në mënyrë telegrafike, janë dy gjëra që në një votim janë me qendra, po neve kombinimi bukur e ke bërë mirë shqip dhe anglisht në të njëjtën faqe, një gjetje ishte atje. Fotografitë janë cilësore, janë nduar poshtë. Për hartën e diskutuam edhe me Durën tash. I thash që pjesa e poshtme, pjesa e djathtë ishte me ato për masa, kurse tjetrat ishte më e madhe për arsye se gjithë intensiteti I gjetjeve është në qytetin e Sarandës, edhe një njeri që do të shikojë dhe me atje mund të orientohesh më mirë. Ne buajmë në Sarandë dhe kjo është gjithë shikojnë në të gjitha botimet që janë, qoftë Kuida, qoftë Katolina atje, këndvështrimi nga merren fotografitë. Duhet ta ndryshoj, duhet marrë fotografitë nga deti dhe nga ato. Është një konsum I përgjithshëm në Sarandë, nga Lëkursi ose këtej atje. Po ajo. Dhe fotografitë janë ndryshojnë shpesh, vetëm godinat e reja që erdhin 7 kështu, atje. Prandaj mendoj se duhet atje. Nuk e di se kush ishte fotograf, por duhet të ketë specialista për atë punë. Shtëpia botuese mendoj se ka bërë një punë shumë serioze.
shumë serioze. Është ndoshta e kushtueshme, ka përdorur letër album, unë di atë një, edhe shkrimi i zgjedhur me kujdes atje. Ke një bibliografi shumë pasur. Edhe nuk e pasur frikë për ti renditur ata, për ti renditur. Sepse ata tregojnë, japin një pabë më të gjerë të kësaj treve, një, po e dyta, ti i ke studiuar me kujdes dhe je mundur pozitive. Por ama, ti i ke bërë dhe një omazh të gjithë atyre që kanë shkruar deri tash për ata. Pra ti i ke vlerësuar veprën e tyre, ke lexuar atë ke bërë. Kjo është një gjë pozitive. Se gjithon, jo arkivi tim, andaj këtej ku diela edhe. Është e vërtetë ajo po. Ajo është 33, 34, nuk e mbaj më mirë, janë ata të cilëve ti i ke shfrytzuar, është një pasuri e madhe. Është një pasuri e madhe. Atje. E thash dhe më lartë, më ka ardhur shumë mirë që ti i ke dhënë me emra mbi s'ke përsëritur të tjerët, po ke dhënë emrat atyre që kanë ndihmuar, e kanë gjetur. Edhe janë njerëz që mbase se kishin atë kulturën e duhur në fushën e arkeologjisë, por ama kishin një mision që atë gjë që gjejmë në këtë tokë ta vëmë në dispozicion, jo ta shkatrojmë. Se periudha e viteve 91-92 ka qenë një tmerr i vërtetë domo. Për ishën pasurinë tonë. Ja dha të tjerë ose shkatruan fare. Ja dha mas njeriut. Kam mendimin që disa foto mund të datoheshin. Në sidomos ato të periudhës të tanishme ose të periudhës para viteve 41, 42 atje. Ose ka ndonjë foto që përsërit shpesh herë. Për shembull varkat në Sarand ose ai një tjetër ka qenë lepri ku diun sa gjë nga 2-3 herë, domethënë atje fotografit. Nuk ishin mund të eliminoheshin ndonjë gjë e tillë. Ka ndonjë ashtu kanë bërë punë skrupuloze për ortografinë, mund të ketë ndonjë gabim të ortografik, por në këto raste gjejmë shumë, sepse ky libër nuk ishte atje. Për atë shpellën e Limionit atash, kam një vrejtë kështu për shembull, kemi shkruar kolektivi i Konviktit Çamëria. Jo, nuk është kolektiv. Ai është kolektivi i shkollës 6 vjeçare të Sarandës, ku janë edhe punonjës siç ishte intendenti i Konviktit Çamëria. Ai është me drejtorin e shkollës e vitit 30 ca. Kam ndonjë mungojnë kostume nga Bregdeti. Ka disa zona përsëritur nga 2 herë, nuk e di, mund të jem unë i gabuar atje. Për shembull, atë të shëtitores, sa thash e njerë kështu në private, ishte shëtitoria nuk dukesh mirë atje dhe nuk është dhe një pasuri arkeologjike për Sarandë për mua. Është mendim tjetër, mund ta bëjmë edhe të bukura apo të ndonjë. Po 2 herë fotografi shëtitore s'kishte pse të vihesh. Ose shumë mirë të pushteperi atje. Është dhënë piktorët që kanë ardhur këtu, po disa nuk shikoj, ai vjen për këtë punë këtu. Kisha një teori konspirative, do ta quaj atë Krushovi dhe çfarë me teme sekon dhe atë. Isha mendimi të mos shpagesh atje, nuk i dim, akoma nuk janë të deklasifikuar ato se çfarë atë ja bër. Tash secili ka të drejtën e tij, po në këtë libër mund mos gjende përshtypje ajo. Ti i kishe vënë vetes një detyrë. Rruga tënde kishte e gjatë, me ulumtime, me ekspedita, me shfrytëzim literature, jo në një periudhë kohore të shkurtër, por gjatë gjithë jetës tënde. Për mua është një sintezë. Ti këtë punë Halil e ke bërë mirë. Dhe për këtë meriton përgëzimet e të gjithëve këtu për këtë vepër që na sollet. Por, meqense miku im Ermiri tha, moshe 3 tash neve se ndalojnë dot koha ecën, unë të këshilloj të vendosësh disa piketa të reja në kohën që na ka ngelur. Edhe ti realizosh. Edhe njerë të uroj gjithë të mira. Po. Si? Librat
Për mua është një gujt me vlerë shkencore për njerëzit. Nuk jam ekspert i asaj pune, po ky ishte mendimi. Ti potencove vlerën dhe jo metodikën. Metodika mund mos jetë shkencore, por vlera është edhe shkencore, sepse nuk është i kufizuar për një target grup të caktuar. Këtë për shembull mund ta lexojë edhe Sarandioti. Edhe Sarandioti mund ta lexojë me shumë dëshirë dhe mund të merë informacion. I vjen mirë të merr informacion të tillë. Por dhe ai turisti atje duke ngrënë sufllaqe, pam i futi të shfletuar me fjalë, kupton se shijon edhe sufllaqen, shijon dhe librin, merr dhe informacion, pra i ka të gjitha me këtë, i shpërndet profesor, konsiderata. Atëherë, mirë, nga profesori do kalojmë ke një prej të ftuarve ose prej të përzgjedhurve për të folur për këtë libër që është një prej drejtuesve të njohur të agjensive turistike në mos më të rëndësishme shtu Saran, si Paturs, Beni, nuk i kishim këtu prezent, ne presim dha uronjë njëkohësisht, por duhet i mirë kuptojmë sepse është një periudhë me shumë impenjime. Beni erdhi, hajde Beni. Ju përshëndes, kërkoj ndjes për vonesën, është periudhë e tillë që ne neglizhojmë pak edhe me oraret, ashtu sikurse do kërkoja lejen tuaj për të larguar edhe pak më herët. Faleminderit për mirëkuptimin. Zoti Halil Shabani, ju falenderoj për ftesën së pari. Të nderuara zonja, të nderuar zotrinj, ka fusha të ndryshme intelektual të qytetit dhe kjo më mbush. Do doja të bëja çeljen e pozicionimit tim, në radhë parë kërkoj shumë ndjes për arsye se koha fizike, siç e kemi thënë, është në ritme të kësaj natyre që ne kemi harruar edhe pjesën e familjes tonë të kushtojmë kohën minimale që na takon dhe unë duke kërkuar ndjes dhe s'më vjen turp fare, e justifikoj në këtë periudhë që librin tuaj nuk e kam shfletuar dhe më gjykoni po deshët, ky është realiteti. Por duke hedhur një sy shpejt tash në përmbajtjen e librit, do të doja të bëja një vlerësim për Ciftazi. I bie që sindaksa që ju keni krijuar në periudha të ndryshme, i bie që ju t'i quajeni një akil i këtij libri dhe kaloj në atë çka lidhet edhe me pjesën turistike dhe këtu do të fokusohesha pak më tepër. Mbaj mend në vitin 2001, kur unë u ktheva në Sarand, libri vetëm që ekzistonte për Botrintin ishte një libër i cili ishte botuar ose punuar dhe përkushtuar nga Spiro Angjeli. Jo i vetmi, e korrigjoj, por ishte një libër turistik. Shikonim aty materiale mjaft të domosdoshme për periudhën atërshme, ndoshta ishin të limituara, por gjithsesi ekzistonte një material. Kërkoja një libër ose një botim më të hershëm dhe gjim një libër i cili tregonte periudhën e komunizmit, vizitë në Butrint, Mao Zedong e tjera, mos bëj gabim, por vetëm me ilustrime, fotografi, dokumente, vizitori poshtë. Kështu që përfundoi te konkluzioni, si ka mundësi 50 vite, ekzistonte vetëm një libër me ilustrime fotografish dhe me vizitor dhe nuk ekzistoni libra për një madhështi, për një Butrint që është i pakrahasueshëm. Vjen momenti pas 10 vjetësh dolën 4-5 autorë të tjerë dhe u shtonë u bën 20 libra, po 20 libra vërtet të fokusuar në atë që ka lidhet me pjesën historike të Butrintit. Sot flasim për një libër i cili nuk është thjesht një gujt me sapash nga papmatja. Ky është një libër i cili lë shenja dhe imponon shumë vizitor, ai po tepër ne si qytetar, që këtë libër ta shfletojmë në detaje. Statusi juaj është ai i cili është, statusi im është operator. Atëre e kam të nevojshme unë që të studioj këtë libër. Ashtu si përse keni nevojshme ju të konsultojeni me ne si specialist të turizmit se çfarë kërkon turizmi në këtë drejtim. Pa zgjatur, nuk është momenti për llafologi, unë do të hym detaje të analizës shkencore apo jo, por për mendimin tim, për mendimin e qytetit tonë dhe për vlerat ka qyteti, çdo libër i cili botohet nga kushdo, bazuar pa dyshim edhe në studime, ku ju jeni specialist kësaj fushë dhe ju kam ndjekur edhe në ditët tuaja të mira dhe në ditët tuaja të vështira. Unë do të bëja vlerësim maksimal dhe në një moment të dytë kur ne do të jemi tet a tet, pa dyshim që
do pranoni dhe analizën time personale pasi ta kam lexuar këtë libër. Ju falenderoj për vëmendjen, është një pasuri, është një vlerë për qytetin ton, për çdo botim të ri dhe aq më tepër kur ka të bëjë me individë të cilët i kanë dedikuar jetën librave, studimeve dhe padyshim edhe shoqërisë sonë që lidhet me historinë tonë. Ju falenderoj, fjalët e tepërta janë të tepërta. Falenderoj për vëmendje, ishte kënaqësi. Faleminderit përsëri. Tani nuk është prezent fizikisht, Timo Mërkuri i ka bërë një kritik librit të botuar te gazeta Destinacioni. Unë po përzjedh, po bëj disa përzjedhje nga ky shkrim, po marr diçka nga fillimi, nga mesi dhe nga fundi. Mes nesh ka njerëz që historinë e lexojnë në libra, por ja që Halil Shabani ka zgjedhur ta lexojë edhe mbi gur. Për dekadash ai ecën në porrënoja, manastire, kështjella e shtigje të harruara, duke kërkuar jo vetëm atë që ka mbetur nga e shkuara, por dhe atë që rrezikon të humbas prej saj. Librat e tij nuk janë shkruar nëpër biblioteka, në to ndihen pluhuri i rrugës, era e gurit të lashtë, eshtja e manastirave dhe durimi i njeriu që nuk lodhet së pyeturi për historinë. Ai nuk shkruan për të treguar sa di, por që ajo që din të mos humbas, sepse kujtesa është pasuria më e brisht e një qyteti. Po nuk u shkrua, një ditë shuhet bashkë me njerëzit që e mbajnë mend. Pikërisht këtë kujtesë Halil Shabani ka zgjedhur ta ruajë në librat e tij. Kjo është një hyrje dhe është një përshkrim i natyrës së autorit, pra i fizionomisë së tij profesionale, edhe shpirtërore njëkohësisht, kauzës me cilën ai jeton për të ofruar sa më tepër lëndë historike si për qytetin edhe për Trevën në përgjithësi. Dhe unë do përzgjedh disa nga vlerësimet e Timo Mërkurit për sa i përket librit, te kapitulli i risit e librit Saranda destinacion turistik. Unë me Alinin kam punuar bashkë, sidomos për sa i përket aspektit të fotografive, duke i marrë ato që nga lashtësia deri në ditët e sotme. Ky libër prek të gjitha periudat historike të Sarandës, edhe me foto, në ato që ne kemi zbuluar, në ato që kemi patur në arkivin ton, apo që janë të njohura botërisht. Së didi, gjykoj që ka karakter shkencor ky libër, sepse po të marrësh të shikosh referencat që ky ka bërë, janë referencat që i kushtojnë pikërisht atyre botimeve shkencore. Pra duke marrë nga një botim shkencor, duke e përur të ky libër, patjetër që ka edhe ky vlera shkencore. Së treti, vetë Halili është një historian, arkeolog, që me krimtarin e tij, me punën e tij, me hulumtimet e tij, me bashkëpunim me arkeolog anglez, italian, amerikan e të tjera, ka bën të mundur që të krijoj atë individualitetin e tij arkeologjik, historik, shkencor, të cilat i ka botuar në botime shkencore të Akademisë së Shkencave, të arkeologjisë, si buletine të ndryshme, Iliria e të tjera. Vetë ndërtimi i gjithë kësaj guide nuk është thjesht një guide që të marrësh të shikosh dhe në atje të gjesh domate apo sallator. Atje do të gjesh pikërisht ato që e bëjnë Sarandën, nga një huaj sidomos, të krijojë një mendim që ky është një vend mjaft i lashtë, me një tradit, me një trashëgimi, me një histori, me një arkeologji shumë të shquar. Fakti që ne kemi dëshmimtarë shumë të mëdhenj që vetë kanë një vizit ose vizitor të jashtëzakonshëm, e tregon një gjë të tillë. Puna me Halilin ka qenë titanike, shumë e madhe, sidomos për sa i përket fotografive. Janë fotografi cilësore, i kemi qumtuar një nga një, kemi krahasuar, kemi gjetë 2-3 të një problemi, edhe kemi marrë atë më të arrirën, duke e edituar, duke e rregulluar, duke e bënë tjera.
Jo nga kjo puna që kemi bën bashkë, por gjykoj që ky libër është një libër me shumë vlera, është ajo që tha Beni, që megjithmonë ka vlera shumë të mëdha për dhe unë këtu dua të falenderoj bashkin që bëri të mundur, pas shumë përpjekjesh, bëri të mundur që ta evidentoj e ta bjerë sot në këtë sallë promovimin e këtij libri dhe ne të tjerët ta shpërndajmë në media tona. Do t'i uroja Halilit sukseset të tjera. Faleminderit. Tani, ka një diçka, historia nuk është shkencë statike, nuk përfundon kur dhe është shkencë gjithmonë dinamike. Ne pranojmë këtu një zëri dhe nuk ka diskutim që Halili do të mbetet një ndër referencat më kryesore në kuptimin njerëzor të fjalës, mbi të ardhmen, mbi gjithë ato që do merren me trashëgiminë e Sarandës, dhe do e mbajnë gjallë kujtesën e zonës dhe këtij qyteti me të dhënat që do sjellin. Kur flasim për trashëgimin, për shembull, kur themi që nuk është dinamike dhe jo statike. Fjala vjen, kur vjen çdo kush bën një pyetje kur shkon në një qytet. Çfarë ka karakteristikë ky qytet? Përveç të dhënave, ne për shembull kemi edhe një kuriozitet për karakteristikat sociale të një qyteti kur shkojmë. Për shembull, ja vlen që Saranda të ketë një botim, një punim mbi atë faktin specifikën e heterogeneitetit që ofron si asnjë qytet tjetër në Shqipëri. Saranda është qyteti më heterogjen i Shqipërisë, sepse nuk është një qytet i përbërë nga fise, por është një qytet i përbërë nga krahina. Dhe krahinat ne i kemi si vlerë, si resurs bashkëjetesën fetare, i kanë shtuar dhe një lloj bashkëjetese tjetër, plus që nuk e ka asnjë qytet tjetër, që është bashkëjetesa e krahinave me njëra tjetër, pra dy lloj bashkëjetesash. Për shembull, edhe kjo ja vlen si specifik sociale që të evidentohet nga Saranda. Unë para disa muajsh pata një përvojë që me thënë të drejtën pikërisht këtu e lidha kontekstin pse duhet të isha unë, këtë po e them për herë parë publikisht, pse duhet të isha unë i përzgjedhuri që në prezantimin e traditës sarandiote në Top Channel, tek Gura, te Diell, duhet isha pikërisht unë, me fjalë isha në një siklet të jashtëzakonshëm, sepse nuk isha unë më meritori për qenë aty. Dhe një prej emrave që më shkoi ndërmend edhe më erdhi turp nga vetja në vetmi ishte Halili. Mund të ishte Halili, mund të ishte Auroni, mund të ishte Beni, mund të ishte shumë, mund të ishte Ladi, nga ato që janë qytetarë, që janë marrë me këtë punë. Edhe si ta justifikoja vetveten aty, që duhet isha edhe këtë thash, i bëra një rezume se ç'është Saranda, evidentova pikërisht këtë fakt që Saranda është e përbërë nga krahina. Pra gjithë Shqipëria është gati jugu. Po gjithë Shqipëria është në Sarandë. Dhe i thash që mishërimi i këtij fakti jam unë që duhet vi nga Peshkopia të flas për Sarandën. Ja kjo është Saranda. E shikoni ç'bëhet? Mirë. Ne jemi në pritje të Auronit. Megjithatë, bisedat janë të lira, komunikimet janë të lira. Halil, nëse ti e shikon të arsyeshme, mund të vish që tani për të folur për librin tënd, ndërkohë që, okay, shumë mirë. Hajde. Ju përshëndes. E kam lexuar me vëmendje librin e Zotit Halil. I kam parë nga gjitha anët, duke filluar që nga problemet shkencore që ai ka ulumtuar dhe na i ka paraqitur, qoftë për problemet e Sarandës si qendër e rëndësishme turistike, për të cilën edhe ai është angazhuar plotësisht, dhe për ato të reja që ai ka sjellë. Kam mendimin se të dhënat historike, arkeologjike, të dhënat e autorëve të vjetër të cilët Zoti Halili paraqit në botimin e tij, na sqarojnë shumë mirë atë që ne duhet të njohim për Sarandën. Nga ky vlerësim unë mendoj që libri i Halilit është një enciklopedi e vërtet shkencore, turistike për qytetin e Sarandës, që deri në sot nuk e kemi parë. Janë cekura anë ndryshme të Sarandës, por jo në atë thellësi
nga pikpamja historike dhe të mbështetura nga burimet shumë të sakta shkencore. Së dyti kam mendimin se fotografit që janë paraqitur si shtalati, cilësore, dhe sidomos diciturat që shoqëron çdo fotografi, për këdo që e merr në dorë librin, shikon se ku ndodhet, çfarë shikon, dhe në hapësirë dhe në kohë kupton se ku duhet të përqendrohet. Kjo është një gjë që rrallë gjen në për guida turistike që kam parë, që kam lexuar, dhe që mendoj se bën një risi të asaj që jep Zoti Ali. Së treti mendoj se shumë kush që e shfleton këtë libër do të joshet për ta vizituar Sarandën, për ta parë atë që nga thellësitë e shekujve dhe ditës tona, pavarësisht se në të sotmen do shikoj ca gjëra që ndoshta edhe nuk do t'i pëlqejnë ashtu si nuk na pëlqejnë ne sarandëve nga problemet e urbanizimit të sotme kështu me radhë. Mendoj se Zoti Alil ka bërë një punë të mirë, fill shkencore dhe që i shërben qytetit Sarandës për ta promovuar në rang kombëtar dhe ndërkombëtar. Shumë faleminderit. Po jo, nuk ka problem. Hajde edhe këtu sepse është mikrofoni. Bile ashtu. Aq më tepër që edhe xhirohet. Kështu që është mirë. Hajde. Afro madje pak te mikrofoni që dëgjohesh më mirë. Unë jam bashkëfshatar lagjar, gjiton, rritur me Halilin. E kam ndjekur në vazhdimësi krijimtarinë e tij letrare, pasionin e tij në fushën e historisë të arkeologjisë. Halili të rjetën e tij ka punuar me thjeshtësinë, ka punuar jo për të dukur, jo për reklam, po ka dhënë shumë. Punën e tij e flet fakti, bereqeti që ai paraqitet para një auditori intelektualësh, duke prezantuar librin e tij me shumë vlera që nuk është vetëm një manual turistik për banorët e komunitetit të Sarandës, po i ka përxen kufijt, është një talent në mendimin dhe gjykimin tim subjektiv. Halili ka shkelur në rrugë të papara, kur shumë intelektual sot kanë një model ku të ecin dhe të përparojnë në fushën e krijimtarisë, qoftë në histori, qoftë në arkeologji, qoftë në fusha, sepse ai tregohet me të vërtetë si një poliedër, një figurë enciklopedike, se është dhe publicist, është dhe historian, është dhe krijues. Halili është modeli i intelektualit të urtë me bereqet. Larmia e veprave të tij tregon shumë qartë, tregon me të vërtetë që nuk ka punuar për të zhvatur, as për të miel, po ka punuar thjesht për të shpalosur atë dinjitetin, karakterin e tij që me thjeshtësi arrin të hulumtoj në fushën e shkencës, dhe krijimtaria e tij hedh edhe poshtë shumë anti që nuk e duan historinë tonë të vërtet, kur duan të përmbysin diçka, por ama duke filluar veprën e tij që nga epoka e bronzit, onhezmi në mënyrë graduale, Halili hulumton dhe i jep brezit të ri dhe brezave një material burimor, jo për të bërë namin, po për t'i dhënë një armë në dorë që historia mos të venitet, mos të shuhet. Halili është i gurve, me kuptimin edhe në lagjen ku kemi lindur ne ishte lagjen Strall, gur, shkëm, ama Halili ka mendjen shumë të freskët, shumë të kthjellët dhe ka punuar me pasion, që mos të bëhemi bezdisur. Këmba e tij ka shkelur te shpella e Kreshmojt në Konispol, te Çuka e Ajtojt, ka shkelur në Bifiniq, ka shkelur në Butrind, ka shkelur në Janjar, në Cerkovic dhe kudo
e ka treguar pasionin e tij si një intelektual me zë dhe unë nga zemra pa u bërë i bezdisur për auditorin e uroj në vazhdimësi të ketë jetë dhe shëndet dhe t'i japi komunitetit akoma më shumë vepra dhe krijime. Urime. Të gjithë dhe uroj një behar të këndshëm. Faleminderit. Më pëlqeu një fjalë e thjesht popullore, por që është shumë kuptim plote, kur bëjmë fjalë për vlerësimin e punës së dikujt, tha punë e bereqetshme, vërtet puna e Alilit është shumë e bereqetshme, jo vetëm për nga sasia e librave histori që ka sjell, ku përfshim personazhe, vende, ngjarje, por edhe për vlerën që kanë. Me thënë, ajo që ka sjell ka një vlerë, sigurisht për ata që janë të interesuar, edhe ta hap atë horizontin për të njohur vetë zonën. Ajo që është e rëndësishme në tilla raste është theksohet që forma e përcjelljes sot që kumtit historik ka ndryshuar, diskutohet që është futur teknologjia, ja futur forma komplet alternative të marrjes të dijes. Kjo për shembull është një formë klasike, është një libër. Mirë, ne përfshijmë dhe unë këtu, ne jemi mësuar në një formë klasike të lexuar dhe të marrë të dijes. Ju pa diskutim. E marrim lidhjen dhe kënaqemi me fletët. Brezat që vinë dhe aktualiteti ofron dhe forma tjera alternative, sepse është dhe teknologjia tash që është thyer në një lloj aspekti komunikativ të paevitueshëm, dhe do ishte mirë për shembull që libra të tillë, jo vetëm libra të tillë, po edhe lëndë të tilla të kalonin në forma teknologjike për të ofruar. Për shembull, muzet sot janë teknologji e gjallë, nuk janë ato muzet tradicional. Mënyra se si të vjen informacioni është komplet gjë tjetër. Dhe unë do dëshiroja që në të ardhmen të kishte investime të tilla që libra të tillë të ofroheshin pra në këto forma që i ka e sotme, i ka aktualiteti. Për shkuar dhe tek brezat e tjerë. Dhe në një pikpamje, ajo që unë do dëshiroja dhe nuk më vjen mirë është që, me që evidentova moshën e tretë, do kisha dëshirë që ky libër të shkon edhe tek moshat e tjera. Të shkon edhe tek rinia, të shkon edhe tek brezi i ri, tek shkollat, që edhe ato të fillojnë ta dashurojnë, jo vetëm të dashurojnë Sarandën. Pra sepse e dashuron diçka kur fillon e njeh atë, ku lidhesh shpirtërisht me të. Edhe Saranda ka gjithmonë nevojë që të njihet. Për shembull, një prej dimensioneve që ne nuk e përmendim kur flasim për Sarandën është statusi i dikushëm që ka gëzuar Saranda. Statusi i ambarit të agrumeve. Ne nuk kemi sot një histori të tillë për historinë e agrumeve të Sarandës. Ka qenë ambari i Shqipërisë. Për shembull, në aspektin individual, kur unë njihem ose bisedoj me njerëz që janë të interesuar ta njohin Sarandën, ju referoj atyre të shkojnë te i Butrintit, që nëse shkojnë në Butrint, dhe ju referoj Butrintit, patjetër se s'mbetet mua ta referoj Butrintit, se Butrinti dihet, ju them, kaloni Matan, ka një lundër aty që mund të përjetoni dhe kalimin e lundër, dhe shikoni hambaret e mandarinave. Si nga pikpamja vizuale, unë kam krenarin që jam i pari gazetar që vitin 2010 kam bërë një reportazh për mandarinat e Zaras që nuk njihishin kur në median shqiptare, është hapur shekulli me atë reportazh dhe më pas mandarinat e Zaras janë bërë të njohura, Dhimoja ka filluar të ftohet në për studio, duke folur për mandarina sepse nuk njihishin. Nuk njihet edhe ky ambar i jashtëzakonshëm natyror i agrikulturës shqiptare. Dhe kjo ka ardhur koha për shembull të evidentohet si specifike Sarandës. Ka dhe shumë çka tjetër përveç se pra historisë tradicionale. Tani Alil, kush ka ndonjë fjalë tjetër? Çimi? Ja të vizet çimi. Hajde çimi. Hajde këtu. Dy momente dua përshëndetje. Dy momente doja të theksoja lidhur me botimin
e kësaj gujde në djenin time është gujda e parë me plot e botuar deri më sot nga autor të ndryshëm, por kë vjen e plotësuar në shumë dimensione. U thanë këtu kombinimi i informacionit shkencor, i studimeve, i referencave shkencore, i fotografisë, që me të drejtë e përmendi Ladi, që është një vlerë e padiskutueshme, po dhe kombinimi i gjitha këtyre ka bërë atë që kjo është, si më thënë për mua, është gujda me plot që i vjen jo thjesht vizitorëve, por të gjitha kategorive që kanë nevojë ta kenë pa dhe ta shletojnë këtë. Ka elemente edhe më tepër se sa i gujde thjesht, ka edhe element studimor, ka edhe referenca nga autorë të ndryshëm, ka personazhe interesante që kanë vizituar në kohë Sarandën, dhe në analizë të fundit do thosha që është në plotësinë dhe në vlerësimin serioz të kësaj gujde, jo vetëm organizimi i këtij promovimi, por edhe përzgjedhja nga bashkia e këtij formati. Me gujden Saranda, unë kam idenë që kolanës Saranda i shtohet edhe një gur tjetër. Krahas libra që ka bërë profesor Gjorgji mëtej, ato të fundit të Vangela Gorës e tjera, pra i shtohet edhe një gur i rëndësishëm, duke plotësuar një vakum në informacionin për Sarandën, jo vetëm për sarandjotët, sepse ne kemi vetë këndvështrimin të qafe gjashtës e poshtë, por shumë më gjerë për çdo njeri që është interesuar për Sarandën, që shkel në Sarandë me idenë që të bëhet mik e të rikthehet. Faleminderit. Përshëndetje. Unë jam banor sezonal të në Sarandë, vetëm në muajt e verës, megjithatë me dëshirë vizitoj Sarandën, shikoj çdo gjë të re në Sarandë, çdo gjë të vjetër në Sarandë, dhe u kënaqa shumë dhe falenderoj autorin për librin që ka bërë për lidhje sidomos me historinë, me kulturën e lashtë dhe me arkeologjinë e Sarandës. Dhe kur vi në Sarandë, unë vërtet i vizitoj këto, jo muzeun e Sarandës, jo këtë muzeun tjetër këtu, jo kam vajtur Finiq, e tjera, për të parë element të lashtësisë. Unë jam fizikant vetë, kam punuar në naftë, por këto vitet e fundit jam marrë me gjuhën e lashtë shqipe, e kam botuar disa libra, s'ka rëndësi. Dhe me këtë syje shikoj objekte këtu në Sarandë. Dhe shikoj mozaikun të posta. Mozaikun të posta që më pëlqen, po më pëlqen më shumë akoma se aty ka një mbishkrim, ka një shkrim që se ka lexuar njeri akoma. Dhe arkeologjia, historia pa shkrimi është mangut. Shkoj te muzeu këtu dhe aty ka gur që interpretohen nga punojësja. Dhe më vjen jo mirë kur gjej në gur që ata janë deformuar, janë gërvishtur dhe për shembull nga gërma D që i them unë është kthyer në gërma A. Kjo nuk është normale. Më pëlqeu te libri se pash një mozaik një pjesë të mozaikut të bazilikës, ku te kali ka një shkrim. Ai duhet lexuar. E keni parasysh. Ai duhet lexuar. Çfarë thotë? Po të kombinojmë shkrimin me gjithë të punë që ka bërë autorët, do arrihet diçka dhe më shumë akoma. Mund të ketë të tilla edhe në Bylis, në Butrind, mund të ketë edhe në Finiq. Zgjidhja për mua, përfundimtare, është leximi i shkrimeve që janë në mozaik të gdhendura në gur, që arkeologët dhe historianët i zbulojnë dhe i vënë para gjuhëtarëve. Por këtu ka një mangësi të madhe. Mangësia e gjuhëtarëve, të cilët shkrimet nuk i njohin dhe përpëliten. A shkrim pellask, apo është ilir, apo është grek, apo është latin, apo njëra apo tjetër.
Suksese dhe faleminderit për këtë punim me vlerë. Dy fjalë. Jo, vetë prezantohu të lutem. Mirë. Po, patjetër. Nga që nuk jeni në program, po jeni kështu Si jemi? nuk jeni në program. Jam banori Sarandës prej 30 vjetësh. Pikërisht vetë prezantohu filani. Ti të prezantohem, ti dhe Jo, vetë prezantohuni në kuptimin çfarë? serioz të fjalës. Pra, unë jam filani, sepse jo të gjithë mund të të njohin. Nuk besoj se nuk më njoh. Megjithatë, për sugjerimi faleminderit, se dhe unë sugjerim kisha. Unë jam Samiel Mema, mësues në pension. Shumica më njohin që kam qenë drejtor shkollë dhe drejtor zyrtare arsimore. Kam punuar vitet e fundit në Konispor, por dua të thosha këtë gjë. Për ta vlerësuar librin dhe autorin, unë kam 30 vjet në Sarandë dhe me këtë libër njoha Sarandën e vërtet. Pra, se çfarë vlere ka ky libër për qytetin e Sarandës, po jo vetëm, edhe për Konispolin, edhe për Delvinën. Sepse janë 3 bashki të cilat përmenden dhe janë pjesë e këtij libri. Unë do të marrë shkas nga ajo që tha Ladi. Ky libër të jetë pjesë e bibliotekës së çdo familje, po plotësisht. Dakor. Por nuk kisha një sugjerim për ju të bashkisë. A keni menduar ndonjëherë që ky libër të jetë pjesë e bibliotekave të shkollave, veçanërisht të shkollave të mesme, ku bëhet lënda e trashëgimisë kulturore dhe gojitës turistike? Unë e kam dhënë vetë këtë lëndë në Konispol, por mësuesit edhe nxënësit hasin në vërqësi, sepse nuk kanë materiale të bollshme si ky që kemi në dorë. Prandaj do t'i propozoja që bashkia, duke ndihmuar se Alini nuk ka nevojë vetëm për fjalë, sepse modestia e tij, puna e tij flet vetë dhe nuk është nga ata që rregjoksin, por për ta vlerësuar punën e Alilit, institucionet përkatëse duhet që nga librat që ka botuar le t'i marrë 50-60 copë libra dhe t'i shpërndajnë nëpër shkolla, ose dhe në bibliotekën e qytetit. Do t'jetë në të mirën jo për të ndihmuar Halilin financiarisht, por për t'ia shpënd, sepse këtu thamë të gjithë jemi brezi tretë. Natyrisht, ne e njohim në për një libër, e lexojmë librin, por si do të vejë ky libër tek nxënësit, veçanërisht e nxënësit e shkollave të mesme. Unë këto kisha, Alir, të faleminderit për ftesën dhe të uroj suksese. Profesor, ti ke shumë të drejtë, unë jam plotësisht me ty, që institucionet duhet të avancojnë shumë më tepër në këtë rast, për ta bërë librin shumë më të pranishëm, sepse ne kemi një, duke qenë qytetar këtu të qyteti, një moment lutem, ne jemi të dënuar në thonjza, të jemi edhe Ciceron si pa dashjen tonë, sepse në çdo moment ne ballafaqohemi me të huaj, ballafaqohemi me turist, dhe në këto rrethana, në këto kontekst është e paevitueshme biseda që ka të bëjë me trashëgiminë e qytetit. Pra ne të gjithë në një farë mënyrë duhet ta lexojmë dhe ta posedojmë këtë njohuri, të gjithë brezat, sepse edhe puna në sezon na lidh që të kemi të bëjmë me njerëz që janë të interesuar të dinë për këtë qytet. Pra jemi ose jemi të detyruar ta bëjmë sa më joshës këtë qytet për potencialin turistik dhe si mund të bëhet gjithmonë duke rrëfyer atë që ata nuk e dinë dhe atë që duhet ta mësojnë në mbi këtë qytet. Po, hajde. Përshëndetje zonja dhe zotërinj. Ju falenderoj që marrët pjesë sot në këtë sallë për të nderuar
Halim Shabani. Halim Shabani është nga Shalës, është nga një fshat që atje lyndin të ditur njerëzit. Edhe është i çmuar shumë gjëra. Kurse ne vim këtu, duam të shesim dhe ne një çik mendje madhësinë tonë, si gjoja jemi me të zgjuar nga Halimi, edhe duam ta ulëm Halimin me poshtë. Nuk është ashtu. Ne duam që Halili t'i japëm dorën që të prodhoj akoma më shumë, që fëmijët tanë, një për tanë, t'i gjejmë përpara dhe të mos harrohet Halim Shabani. Neve sot jemi këtu, jemi të moshuar, do themi 5 llafe të mira, do ikim nga kjo botë neve, kurse ata të tjerë do të gëzojnë bishkrimet që do lërë Halimi, ose shokët e Halimit, se këtu nuk është vetëm Halimi. Janë shumë që shkruajnë. Janë shumë të ndëruar ata që shkruajnë, po nuk shkruajnë shumë gjëra. Halili i jipet më shumë. Edhe andaja vide unë nga anë e dunjas për të ndëruar zotënin, se i takon. Prandaja të lutëm, prandaja u lutëm, të gjithë ju që shkruani, mos flini. Për këtë që kërkojnë për Halilin, duhet në ministri, që të kaloj në Ministrinë e Arsimit, që nesër të vejnë në shkollat tona. Halim, unë si mik të falenderoj. Sa t'jetë jeta, në këtë tokë jemi bashkë. Zoti të dhënë të tru, dorën, edhe të shkruash, edhe ne t'i lexojmë. Një dorë të pritje për Zotin Halim. Kurajo. Tani do fletë vetë autori dhe gjithë ata që kanë dëshirë të flasin. Këtë nuk e përcaktoj unë tash. Këtë do ta përcaktoj, shiko. Ka një diçka. Ka një diçka sepse aktiviteti ka 2 dimensione. Ka këtë dimensionin këtu klasik, ka dhe atë tjetrin aty ke koktejli ku ti prap mund ta marrësh fjalën dhe mund të flasësh edhe aty. Gjithsesi në mbyllje i takon autorit flet. Së pari, unë desha të përshëndes kryetarin e bashkisë, Sarand, i cili sa po doli libri u interesua, bëm bised edhe më tha, promovimin e librit do e bëjmë neve si bashki. U gëzova që ai premtoi dhe sot e realizoi. Dua të përshëndes gjithashtu edhe kolektivin e menaxhimit të librit këtu, siç është këtu zoti Lefter Çeko, që njihnin të gjithë, që me një mbi ngarkesë dhe gjithë të ditë e fundit është marrë me këtë, gjithashtu edhe drejtorin e Qendrës Kulturore, zotin Ismail, që është në prezencë, dhe këto ditë e fundit në mënyrë intensime kemi bashkëpunuar bashkë. Po ashtu, unë desha të falenderoj edhe autorin e përkthimit të librit, i cili ishte nxënësi im në gjimnazin e Konispolit, ka 28 vjetë në Irlandën e Veriut, me origjinë nga Mursia, dhe me plot dëshirë dhe pa kosto ma përktheu librin në anglisht në mënyrë shkëlqyer. Po ashtu, unë vlerësoj të gjithë juve dhe ju përshëndes miqtë e mi, mësues, miqtë të tjerë, jashtë mësuesisë, bashkëtarët e mi dhe krijues të shoqatës së krijimtarëve, të shkrimtarëve dhe të poetëve jonian të Sarandës, që më vlerësuat mua dhe morët pjesë sot në këtë ditë që është për mua një ditë e shenjtë për ekspozimin e këtij libri ose propagandimin e tij. Po ashtu unë desha të them diçka. Mbi rrugën që kam kaluar unë, çdo njeri është një labirint që nga fëminia deri në ditën e sotme. Midis të tjerash unë kam pasur një fat. Cili ishte fati im?
që kur isha në shkollë lartë, kur jam njohur me profesorët e nderuar, Dhimosten Budina, Selim Islami, Neritan Ceka, Musafer Korkuti, Frano Prendi, Skëndera Namali, të cilët kanë ndikuar shumë tek ne studentët, sepse ne bënim atje çdo vit nga 1 muaj praktik në arkeologji. Unë kam marrë pjesë për shembull në Cakran të Fierit, 1 muaj në grymet arkeologjike tek vendbanimi neolitik, kryesuar nga profesor Korkuti. Po ashtu në Qinamak të Kuksit, në një tum. Por këta profesora kishin një gjë të artë për mua, që neve sot nuk e kemi. Këta në kryesin e Akademisë Shkencave nga shumë, do më thënë nga kolosi, Alex Buda kishin porosit veçantë që të punonin me të rinjt, që mbaronin këto shkollë. Dhe ata në mënyrë të përsosur e bënin këtë punë. Na afronin shumë neve. Për shembull, unë isha një mësues fshati, në fshatin tim në Shalës. Mirë po, më vinte njoftimi nga Budina, nga Selim Islami, nga Korkuti e të tjerë, që do vish në këto gërmime që bëhen në Butrind në këtë vit, do vish edhe në Çuktajtojt, do vish edhe në vende të tjera dhe në fund, deri në vitin 1990 ju nuk e besoni. Që në 89-ën kishte në fshatrat e Krajinës, Konisporit dhe Delvinës një ndërhyrje e veçantë për këto vendbanime, për shembull në Vërv, në Dishat, në Konispor, në Shalës, u restaurua në 89 në shtëpi banimi monument kulture, që atëhere kishte një fond të veçantë në çdo vit 2% të GDP-s, që i themi mbrapa, atëherë ja thoshte të ardhurat kombëtare të vendit, dhe të gjitha ato që rënoheshin rindërtoheshin. Nga 90-ta e deri sot, asnjë gjë nuk bëhet për banesat e fshatit. Në Sarand janë bërë për Butrindin, shumë mirë, për onezmin tek sinagoga, e ashtu quajtur ose bazilike e madhe, për Feniqin, si edhe për monumentin më të rëndësishëm të manastirit të Shënkollit në Mesopotam. Të tjerat janë rënuar në Sitan, dhe vjen keq, ishin rreth 100, tani nuk janë as 80, dhe ato shumica janë vetëm gërmadha, themele. Në Sitan ato po zhduken. Po kështu është bërë edhe për qytetin brenda për Sarandën. Mua më vjen shumë keq për shembull. Budina me profesorin tim Belur Korkutin në vitet 67 deri në vitet 70 kishte zbuluar 8 mozaik këtu në Sarandë. Dhe kur Budina i çoi në Akademinë e Shkencave, Alex Buda tha: Saranda këtë jetutje do quhet qyteti i mozaikëve dhe i shkallareve. Shko çfarë përcaktimi i kishte nga këto profesor gjigant për mendimin tim. Po ashtu në rrugëtimin që pata unë për Sarandën, sepse ne në Shalës jemi rreth 25 km larg këtej, kishim shok të nderuar, të respektuar, me një diferencë të vogël moshe, që na thoshin ne, në këtë datë ka kampionat noti në Sarandë. Në këtë datë ka ndeshje Dinamo me Butrindin. Ne, ju se besoni, vini me këmbë 25 km nëpërmjet Vurgut, çoheshim që 5 mëngjesit me Tajip Madanin, me Sheqir Mazen, të ndjerë të dy, me Harun Ahmetin, e Bashkimazën që kemi në prezencë, dhe vinim këtu me këmbë, Sami Veliu e të tjerë. Kjo është një gjë që Saranda për neve që kur ishim në gjimnaz e mbrapa, u shndrua në një tempull kulture. Prandaj dhe unë, duke kujtuar ato, punova për këtë libër, sepse ky ishte tempulli jonë që jetonim në fshatra, por që kur ishte student dhe vinim këtu, flinim në rrishte, se s'kishte bileta për autobusa, dhe niseshim deri në stacionin e trenit në Ballsh, dhe i kujtojmë ato, por Saranda neve na ka dhënë jetë, neve na ka arritur nivelin, edhe është një qendër aq e madhe, aq e rëndësishme sa tani është e njohur në botë, kuptohet. Do me thënë, thjesht mos ju bezdis, kisha këtë gjë që në qoftë se i kushtove vëmendje një objekti ose një tregues i të rëndësishëm dhe punon me pasion, arrin diçka të merituar. Unë ju falenderoj të gjithë juve, miqve, shokëve të mi, kolegë, mësues të afërm e të mi, që
Sot latë më janë halë dhe punët tuaja dhe më ndihmua. Zot. Rriti me një sukses tepër të plot promovimin e këtij libri. Nuk dua të them asgjë tjetër se Halili përmendi cilë do të falenderonte, por nga zemra ime i shpreh urimet dhe falënderimet më të zjarta, më të mira Zotit Timo Mërkuri. E lexova dhe rilexova atë çka ai kishte pasqyruar. Unë ndjeva tepër e emocionuar, sepse Timo Mërkuri e kishte nxjerrë portretin e Halil Shabanit ashtu siç është në të gjitha fushat e jetës së tij, në drejtim të historisë, të arkeologjisë, të krijimtarisë së ri letrare, duke e përcaktuar që është një njeri që e shikon botën me këmbë. I uroj këtij shëndet të plot dhe të gjitha të mirat në familjen e tij. Edhe një falënderim të madh për të gjithë, për kryetarin e bashkisë, për punojësit e bashkisë që morën pjesë në këtë provokim, për ju të gjithë, për kameramanët, fotografët, u shpërblefshim në të mira dhe në zila. I premtoj bashkëshortit tim që do jem mbështetja e tij kryesore në këtë drejtim dhe jam tepër krenare që jam gruaja e tij.